Dhe nga do të nisim, në fakt, vetëm një rubrik më herët, pra në kalendarin historik, unë përmenda një ngjarje që lidhej me dërgimin e një sateliti. Një sateliti që sot ne na ndihmon të kontrollojmë se si do t'jenë kushtet e motit. Megjithatë, lajmi i ri i ardhur nga kusht tjetër vetë se Elon Musk, i cili aktualisht mban edhe statusin e njeriut më të pasur në botë, thuhet se kompania hapësinore do të dërgoj, ose mësa ka paraqitur të paktën deri më tani, një aplikim pranë Komisionit Federal të Komunikimeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të lëshuar deri në 1 milion satelit në orbitën e Tokës. Qëllimi i këtij projekti ambicioz është krijimi i një rrjeti satelitësh që do të funksiononin si qendra të dhënash orbitale të destinuara për të siguruar fuqinë e madhe kompjuterike të nevojshme për zhvillimin dhe përdorimin e inteligjencës artificiale. Okej, qëllimi është inteligjenca artificiale. Sipas SpaceX, rritja e shpejtë e inteligjencës artificiale po e çon infrastrukturën toksore drejt kufive të saj. Pra, Toka, planeti ynë, ai në cilin ne jetojmë çdo ditë, me sa duket sipas ekspertëve nga SpaceX, paremërohet se po arrin në shfrytëzimin e çdo kufirit të mundshëm. Dhe qendrat tradicionale të dhënave përbëhen nga magazina gjigande me server që konsumojnë sasi të jashtëzakonshme energjie dhe kërkojnë vëllime të mëdha ujë për ftohje. Kompania argumenton se një rrjet kompjuterik në hapësirë i furnizuar me energji diellore do të ishte më me kosto efikase dhe më i shëndrueshëm nga pikpamja energjetike. Satelitët e propozuar do të vendoseshin në orbitë të ulët të Tokës në lartësi që variojnë nga 500 deri në 2000 kilometra, të ngjashme me ato të rrjetit ekzistues Starlink. Aktualisht Starlink përfshin rreth 10.000 satelit, ndërsa zgjerimi masiv i propozuar ka ngritur patjetër edhe shqetësime për mbingarkesë orbitale dhe rreziqe për mjedisin hapësinor. Musk dhe SpaceX i kanë hedhur poshtë këto kritika duke theksuar se teknologjitë e reja të manovrimit dhe deorbitimit e minimizojnë rrezikun. Tani mbetet për t'u parë sa e realizueshme do t'jetë kjo ambicia e radhës e Elon Musk, sa e përket lëshimit të 1 milion satelitëve në hapësirë. Satelitëve që do të shërbejnë për inteligjencën artificiale, e cila me sa duket deri në këtë pikë ku ka arritur me një zhvillim të vrullshëm, po e çon Tokën drejt kufive të burimeve të saj. Ky është lajmi i parë.